Shfaqja e Imam Mehdiut. Nga shenjat e mëdha të Kiametit është shfaqja e Mehdiut, i cili do të dalë nga fundi i kësaj bote. Do të udhëheqë popullin musliman dhe do të ripërtëri fenë e tij. Ai është një burr që do të gjykojë sipas ligjit islam. Do të mbush tokën me drejtësi pasi ka qenë mbushur me padrejtësi dhe krime. Në kohën e tij, populli do të gëzojë të mira dhe begati që nuk i ka gëzuar kurrë më parë. Ibn Kathiri thot: në kohën e tij do të ketë fruta të shumta, të lashta me bollëk, pasuri të pallogaritshme. Udhëheqësi do të jetë me pushtet të plot dhe do ta duan të gjithë. Feja do të praktikohet dhe zbatohet në mas. Armiku do të jetë i nënshtruar, begatitë e ditëve të tij janë të pandërprera. Për Mehdiun kanë ardhur hadithe të shumta, të sakta dhe të pasakta, gjë të cilën dietarët e hadithit e kanë shqyrtuar më së miri dhe detyra jonë është besimi dhe zbatimi i haditheve të sakta. 1. Emri dhe prejardhja e Mehdiut. Mehdiu është nga pasardhësit e Muhamedit a.s., nga bijtë e Fatimes radhiyallahu anha, dhe në faqe do të ketë një nishan si yll ndriçues. Mehdi do të thotë i udhëzuari nga Allahu në rrugën e drejtë. Emri i tij është Muhammed, kurse emri i babait të tij është Abdullah. Këtë e transmeton Ibn Mesudi se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: sikur të mos mbesi nga dynjaja vetëse një ditë e vetme, Allahu do e zgjaste atë ditë derisa të dërgonte një burr prej meje apo prej familjes sime, emri të cilit do të jetë njësoj si emri im dhe emri i babait të tij si emri i babait tim. Ai do ta mbush tokën me drejtësi. Në një transmetim tjetër thuhet: nuk do të shuhet kjo botë derisa arabët t'i sundojnë një burr nga familja ime, emri të cilit do të jetë njësoj si emri im. Mehdiu do të jetë nga fëmijët e Fatimes radhiyallahu anha, bie së pejgamberit a.s. Seleme tregon se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut a.s. të thotë: Mehdiu do të jetë nga pasardhësit e mi, nga fëmijët e Fatimes. Ibn Kathiri thot për Mehdiun: ai është Muhammed ibn Abdullah el Alavi el Fatimi el Haseni. 2. Cilësitë e Mehdiut. Nga cilësitë e Mehdiut që kanë ardhur në sunet, janë ato që i përmbledh hadithi e Ebu Seid el Hudri radhiyallahu anhu, i cili thot: kam dëgjuar të dërguarin e Allahut a.s. të thot: Mehdiu është prej meje, me ballë të zbuluar, me flokë të rënë në pjesën e përparme të kokës, hund pak të kërrusur e të hollë. Ai do e mbush tokën me drejtësi e mirësi, pasi ishte mbushur me padrejtësi e tirani. Ai do të sundoj 7 vjet. Nga shenjat e afrimit të daljes së tij është se ai do të dalë në një kohë kur në botë do të sundoj padrejtësia dhe tirania, kurse ai do të vendos drejtësinë me urdhrin e Allahut dhe do të ndaloj padrejtësitë dhe tiraninë. Allahu do të përhap me të flamurin e të mirës në mesin e popullit musliman, sepse Allahu do i jap atij shi të shumtë dhe të pakursimt. Toka do t'i jap prodhime të bollshme dhe nuk do të kursejë asgjë nga bimet e saj. Bagti do të shtohen e shumohen për shkak të begatisë dhe pasuria do të jetë e bollshme. Ai do e ndajë atë mes njerëzve në mënyrë të barabartë e të drejtë. I dërguari Allahut a.s. ka thënë: nga fundi popullit tim do të dalë Mehdiu, të cilit Allahu do i zbresë shi. Toka do të nxjerrë bimët e saj, do i jepet pasuri e madhe, do të shumohen bagtitë, do të respektohet e madhërohet populli musliman. Ai do të jetojë kështu 7 apo 8 vite. 3. Vendi dhe koha e daljes së Mehdiut. Nuk ekzistojnë transmetime të sakta të qartë që tregojnë se në cilin vend do të dalë Mehdiu apo në cilën kohë, përveç asaj që kanë kuptuar dietarët në mënyrë të tërthortë nga disa transmetime të sakta, edhe pse ato përfundime nuk mund të jenë të prera. I dërguari Allahut a.s. ka thënë: 3 grupe do të luftojnë me njëri tjetrin te thesari juaj, që gjendet poshtë Kabes, që të 3 ata do të jenë biudhësish, por në fund nuk do e marr asnjë nga ata të 3. Pastaj do të shfaqen flamurët e zi nga ana e lindjes, Iraku, dhe do t'ju vrasin në atë mënyrë që nuk ka vrarë më parë asnjë popull tjetër. Pastaj përmendi diçka që nuk më kujtohet, pastaj tha: kur ta shihni atë, Mehdiun, i jepni besën atij, qoftë edhe nëse shkoni tek ai këmbadorës mbi dëbor, sepse ai është trashëgimtari i Allahut i udhëzuar, El Mehdi. Hadithi është i dobët, madje shtesa e fundit, ai është trashëgimtari i Allahut i udhëzuar, është e refuzuar, por kuptimi i hadithit është i saktë dhe atë e përcon hadithi tjetër i Ibn Majhes, por pa shtesën e fundit, e cila nuk qëndron asesi. Ibn Kathiri thot: bëhet fjalë për thesarin e Kabes, tek i cili do të luftojnë 3 princa për ta marrë, kurse më pas do të afrohet fundi i botës dhe do të dalë Mehdiu, shfaqja e të cilit do të jetë në vendet e lindjes dhe jo nga qilari i Samuras, siç pretendojnë disa popull që thonë se ai tani qëndron atë qilar dhe se ata janë në pritje të daljes së tij kur t'i vi fundi i botës. Padyshim se kjo është lajthitje, rëshqitje e madhe dhe humbje nga shejtani, sepse për këtë nuk ka asnjë lloj argumenti apo prove.
as nga Kurani, as nga Suneti, as nga logjika e shëndosh. Më pas thot, Mehdiu i lavdëruar dhe i premtuar do të shfaqet me afrimin e fundit të botës, në fillim do të dalë nga ana e lindjes, Irak, kurse besa do jepet në Kabe, siç argumentojnë hadithet. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: dikush do të kërkojë mbrojtje në shtëpinë e shenjtë, Kabe, dhe atij do i çojnë një ushtri që ta vrasin, por kur ata të jenë në një fushë të sheshtë, do i përpij toka. I thash: o i dërguari Allahut, po ai që do jetë marrë me forcë në atë ushtri? Ai tha: edhe atë do e përpij toka bashkë me ta, por në ditën e llogarisë ai do të ringjallet sipas niyetit që ka pasur. Në një tjetër hadith, i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: në këtë shtëpi, Qabe, do të kërkoj mbrojtje një grup njerëzish që nuk kanë fuqi, as numër të madh, as armë. Atyre do të dërgojnë një ushtri për t'i vrarë, por kur ajo ushtri të mbërrijë në një fushë të sheshtë, do e përpij toka të gjithën. Aisha radiallahu anha thot: një natë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam po lëvizte në gjumë dhe unë i thash: o i dërguari Allahut, bëre diçka që nuk e ke bërë ndonjëherë më parë. Ai tha: është për t'u habitur se disa njerëz nga populli im, të cilët do i prinë në namaz në Kabe një burr nga Kurejshët, i cili u strehua aty në Kabe për t'i shpëtuar armikut, por kur ata që kërkojnë ta vrasin të mbërrinë në një fushë të gjerë, do t'i përpij toka. I thash: o i dërguari Allahut, po rruga mund të bashkojë shumë njerëz në atë vend. Ai tha: o, e vërtet, në mesin e tyre do të ketë njerëz si e dinë të vërtetën dhe shkojnë me dëshirë, dhe të tjerë që janë marrë me forcë, si dhe udhëtar të rastit, por që të gjithë ata që gjenden aty do përpihen nga toka njëherësh, por ringjallja e tyre do të jetë ndryshme, dikush në xhenet e dikush në zjarr. Allahu do i ringjall ata sipas qëllimeve që kanë pasur. Të tre këto transmetime tregojnë qartë se si ai që do të kërkojë strehim dhe mbrojtje në Kabe është një burr nga Kurejshët, dhe se ai do të ndihmohet nga Allahu duke i shkatruar armiqtë e tij me përpirje nga toka. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: nga fundi i botës do të vijë një udhëheqës i cili do ta ndajë pasurinë pa e numëruar atë. Transmetohet nga Ummu Seleme radiallahu anha se ajo ka dëgjuar të dërguarin e Allahut alayhis salam të thotë: do të ketë mosmarrveshje kur të vdes një udhëheqës, dhe në atë kohë dikush nga Beni Hashim do të dalë dhe do të shkojë në Mekë. Njerëzit do e nxjerrin nga shtëpia dhe do i japin besën mes Ruknit dhe Mekamit në Kabe. Një burr nga Kurejshët, dajet e të cilit janë nga Kelabët, do të përgatis një ushtri për vrasjen e tij, por Allahu do i shkatrojë ata dhe do i vras me njëri tjetrin. Ajo do të jetë dita e Kelabit. Do të humbas shumë ai që humbet nga plaçka e Kelabit. Ai, udhëheqësi i drejtë, do të hapte saret dhe do të ndajë pasuritë, si dhe do të praktikojë Islamin në tokë. Do të jetojnë kështu për 7 ose 9 vite. Ebu Hurajra po i tregonte Ebu Katades se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do i jepet beslidhje një burri mes Ruknit dhe Mekamit në Kabe, dhe nuk kanë për ta shkelur ndalimin e shtëpisë së shenjtë, veç se vetë njerëzit e saj. Dhe kur ata ta bëjnë këtë, të derdhin gjak në Kabe, mos pyet se çfarë shkatërimi do i zërë arabët. Pastaj do të shkojnë në Abisini dhe do e shkatërrojnë atë, ai sa më pas ajo nuk do të banohet më kurrë. Janë ata që do ta nxjerrin pasurinë e saj, Kabes. Pra, Mehdiu është një njeri i mirë që do të shfaqet nga fundi i botës. Do të strehohet në Mekë duke u arratisur nga Medina për shkak se kërkojnë ta vrasin. Në Mekë i jepet besa mes Ruknit dhe Mekamit në Kaben e nderuar. Në kërkim të tij dërgohet një ushtri, të cilën e përpin toka. Allahu e ndihmon dhe e përkrah Mediun, dhe ai do të gjykojë me Islam, do të vendos drejtësi mes njerëzve, dhe në kohën e tij do të zotërojë mira dhe bollëku. Ai do të takojë me të dërguarin e Allahut Isa alayhis salam dhe do të pri muslimanët në namaz, ku pas tij do të falet edhe Isa alayhis salam. Isa do të dalë bashkë me të dhe do e ndihmojë për të vrarë Dejjallin. Ai do të jetojë në këtë mënyrë 7 ose 9 vite, pastaj do të vdes dhe muslimanët do i falin namazin e xhenazes. 4. Hadithet që flasin për Mehdiun në përgjithësi janë mutevitra. Të pranuara nga të gjithë muslimanët në çdo kohë dhe ekzistencën e tij nuk e mohon askush nga muslimanët, dhe kanë teksuar një numër i madh dietarësh në librat e tyre. Sheikh Ibn Bazi, Allahu e mëshiroft, ka thënë: çështja e Mehdiut është e njohur. Hadithet që flasin për të janë të shumta, madje janë mutevatira, për krahaset e njëra tjetrës, dhe këtë kanë thënë shumë dietarë. Tevaturi i këtyre haditheve është në kuptimin e tyre, për shkak se kanë ardhur me rrugë të shumta transmetimi, të sakta e të pasakta, me shprehje të ndryshme, por të gjitha ato padyshim që tregojnë se çështja e këtij njeriu të premtuar është e aprovuar dhe shfaqja e tij është e vërtetë. Ky imam është mëshirë nga Allahu për popullin musliman nga fundi i botës. Ai do të dalë dhe do të vendos drejtësi në tokë, do të ndalojë të keqen dhe padrejtësinë, dhe me anë të tij Allahu do të përhap flamurin e të mirës në popull me drejtësi, udhëzim,
sukses dhe drejtim të njerëzve. E vërteta është se dietarët të gjithë janë dakord për vërtetësinë e çështjes së Mehdiut dhe se ai do të vijë vërtet nga fundi i botës. 5. Grupet e njerëzve në lidhje me Mehdiun. Në lidhje me Mehdiun, njerëzit janë ndarë në dy grupe të skajshme dhe një të mesëm. Grupi i mesëm, ata që ndjekin besimin e ehli sunetit dhe xhamatit, të cilët e aprovojnë daljen e Mehdiut, ashtu si kanë treguar tekstet e sakta e qëndrueshme. Grupi i njerit skaj, ata e mohojnë daljen e Mehdiut, të cilët nuk kanë përvojë në kuptimin e haditheve dhe të fjalëve të dietarëve, duke ndjekur rrugën e tyre të gabuar për mohimin e gjërave të fshehta, që nuk i percepton mendja e tyre dhe nuk i shkon përshtat dëshirave të tyre. Këta thonë, Mehdiu është legjendë të tridhim. Gjithashtu thonë, hadithet e ardhura për Mehdiun janë ose të pavërteta, ose në kundërthënie me njëra tjetrën. Sigurisht që dietarët janë përgjigjur këtyre dhe e kanë sqaruar pavërtetësinë e fjalës së tyre dhe kundërshtimin e saj të teksteve të sakta të sunetit. Grupi skaj tjetër janë ata që e teprojnë dhe i kalojnë kufitin në çështjen e Mehdiut prej grupeve të humbura, shumë prej të cilave thonë se themeluesi i grupit të secilit prej tyre është Mehdiu i pritur. Ibnul Qayyim ka përmendur këtë në fjalën e tij. Rafidit, Imami, prej shijave thonë një fjalë të katërt, sikur Mehdiu është Muhammed ibn El Hasan El Askeri që ata presin, prej bijve të El Husein ibn Ali dhe jo nga bijtë e Hasenit, i cili është prezent dhe lëviz nëpër qytete, por që nuk e shohin sytë e njerëzve. Ai trashëgon bastonin dhe vulos hapësirën. Hyri në qilarin e Samiras që fëmijë i vogël para më shumë se 500 vjetësh dhe pas asaj dite nuk e ka parë më asnjë sy dhe për të nuk dihet asnjë lajm apo gjurmë. Ata e presin atë dita ditës, qëndrojnë me kuaj para derës së qilarit dhe i thrasin që të dalë. Dilo zotriu ynë, pastaj kthehen të zhgënjur dhe të brengosur. Ky është besimi i tyre në lidhje me Mehdiun. Allahu e di më së miri. Zotin e gjithësisë e lutim të na ruajë ne dhe familjet tona. Amin.